Një 34 vjeçar nga Kosova është arrestuar nga policia në Morin pasi është në kërkim ndërkombëtar nga Hollanda. Gjykata e Limburgut e ka dënuar me 1 vit e 6 muaj për pastrim parash dhe posedim të lëndëve të forta narkotike. Vijojnë procedurat për ekstradimin e tij drejt Hollandës. Në njoftimin zyrtar të Drejtorisë Vendore të Policisë Kukës bëhet të ditur se si rezultat i kontrolleve dhe i verifikimeve në hyrje dalje me objektiva goditjen e paligjshmërive në kufi, si dhe ndalimin e shtetasëve të shpallur kërkim të cilët tentojnë të lëvizin ilegalisht për t'ju shmangur përgjegjësisë penale, shërbimet e policisë kufitare të Morinës në bashkëpunim me shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Kukës kapën në hyrje të Republikës së Shqipërisë dhe arrestuan me qëllim ekstradimin shtetasin kosovar 34 vjeç banues në Kosovë. Nga verifikimet e kryera dhe nga informacioni shkëmbyer me Interpol Tirana rezultoi se ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet holandeze pasi gjykata e Limburgut Holland e ka dënuar me 1 vit e 6 muaj burgim për veprat penale, pastrim i parave dhe posedim i lëndëve narkotike të forta. Interpol Tirana dhe bashkëpunim me homologët në Holand vijojnë procedurat për ekstradimin e 34 vjeçarit, thuhet në njoftimin zyrtar të Drejtorisë Vendore të Policisë Kukës.